Ju pëlqen shumë plazhi tani në Gush, që është dhe më i populluar? Gjithmonë na pëlqen e vim çdo vit këtu. Kemi 30 vjet që vjem këtu. Një dallim që sheh këtë vit ndryshe nga vitet e tjera për Më shembull? bukur, më bukur këtë vit, se zgjidhja qytetare shumë e bukur. Po diçka tjetër që do doni ta evidentoni si diçka që duhet përmirësuar? Këtu shumë mirë, këtu 5 herë është, këtu shumë mirë. Këtu sezonet janë shumë mirë, shumë mirë. Çunim ka ardhur nga Italia dje, me gjithë pionën italiane, janë shumë të kënaqur, me ushqimet këtu janë shumë të kënaqur. Këtu në plazhin e Durrësit si po ju duket? Unë këtu banoj. Po, pikërisht, se jeni vendali, si ju duket plazhi tani në Gush? Po mirë shumë. Është i populluar si vitet e tjera, sepse nganjëherë flitet që nuk ka shumë pushues. Ka pas më shumë këtë vit. Më shumë ka pas. Plazhi si ju duket në përgjithësi, ofron të gjitha kushtet për të bërë pushime të bukura? Mirë duket, po ka dhe më mirë, duhet të ketë më shumë hapësira për publike. Janë bllokuar shumë. Pra ata që duan të bëjnë të qëndrojnë në rër pa paguar, thonin që e kanë të vështirë. Po, ta shumë të vështirë. Po për sa i përket pastërtisë, rregullit, është gjithçka në rregull? Pastërti mirë, pastrohet çdo ditë, çdo mëngjes. Merren gjitha këto mbetorinat. Po një gjë është problem këtu, nuk ka kosha rruga për mbetorinat është. Pra kosha të vogla nuk kanë shëtitore. Po fare asnjë nuk ekziston. Kjo është gjë më kryesore që duhet, po si të themi, kjo është realiteti. Po çmimet e supermarketit më shumë. Edhe te zarzavatet kanë filluar i kanë ngrejtë. I kanë ngrejtë çmimet te zarzavatet. Ju jeni vendase dhe e dini, e llogarisni direkt diferencën e çmimeve, sa janë? Po ja dje që dolën mërkat, neve ishin ngrejtë gjitha ne nga 500, 1000, ishin ngrejtë çmimet. Kurse këtu, se menum që këtu janë ngrejtë, po jo mi ishe isoj me mërkatës ishte këtu te ne. Po supermarketi është i shtrenjtë faktikisht, ne i bim nga ne. Diçka tjetër që do doni të përmirësohej ose që doni ta evidentoni këtu në plazh si e bërë bukur? Plazhi është bërë shumë bukur herë. Un kam dursake, edhe me shpinën e kam këtu. Kam 35 vjet që bëj plazh këtu. Kam filluar kur s'ka pas as i çadër. Kështu që si ambient, to e kanë të pastër. Këtu bëj plazhin. Jemi në muajin gusht, ju duket se është populluar mjaftueshëm plazhi apo pritshmëritë ishin për më shumë pushues? Nuk e di, kam i plot. Këtu herë s'ka vend, zgjen vend herë. Kot me thënë këtu nuk gjen vend. Po si vend është shumë i bukur. Kjo pjesa jon këtu është shumë e bukur.